lëmë tani ku Kërçova ka nevojë për bashkim. Unë shumë thjesht i kam thënë zoti Ahmeti ku më ka njoftuar. Kryetar, me që ju vendosni firmën, unë jam dakord. Po le të udhëheqemi edhe nga kjo logji. Me çfarë pretendimesh, me çfarë baze, mbi bazë të çka mund të garoj vlenin Kërçov me kandidaturë serioze? Në parim ka qenë shumë e rëndësishme si iniciativë, në parim, që ne të kemi një kandidat përbashkë dhe kjo iniciativë të rrjedhi nga mërgjimtarët tanë. Ka qenë një draft i harmonizuar nga vetë Këshilli i diasporës. Nga vetë Këshilli i diasporës për të dalë me kandidat përbashkët ku do të bienin dakord, pra në këtë rast do t'i them 3 kandidaturat. Unë shumë thjesht i kam thënë zoti Ahmeti ku më ka njoftuar. Kryetar, me që ju vendosni firmën, unë jam dakord. Më ka thënë Fatmir, nëse janë dakord të 2 kandidatët tjerë, që ju të futeni në sondazh anketë publike, e udhëhequr nga Këshilli i Mërgjimtarëve, krejtësisht nga Këshilli i Mërgjimtarëve, përzgjedhur institucion që merret kompetent drejt për drejt me anketa. Nëse gjysmë përqind, si ta quhet 0.5%, një nga kandidatët, 2 kandidatë tjerë, do të jetë mbi ty, atëherë ne mbështesim me të gjithë kapacitetin tonë si Bashkim Demokratik për Integrim, por edhe si Aleancë Kombëtare për Integrim. Unë i kam thënë, jam shumë dakord. Kjo është në parim ka qenë dhe vazhdon të jetë bindja ime se Kërçova duhet bëj përzgjedhjen e kandidaturës në bazë të anketave. Anketat profesionale. Unë nuk jam interesuar për një anketë që mund ta bëj siç i bëjnë tani një portal tjetër apo nuk e di kush me porosi nga më ndryshmet. Jo, anketë profesionale. Dhe në këtë rast, serioziteti i kësaj ankete apo i kësaj iniciative ishte me që ato e merrnin përsipër që të bëjnë anketat. Jo një strukturë politike. Mërgjimtarët, pra Këshilli i Mërgjimtarëve që ishte, thashun, nuk i di kush ishin ata. Për mua më rëndësi ishte që në draftin që kam pas në dorë, kam lexuar, ishin të gjithë shoqatat të përfshira dhe shoqatën Kërçova, të dakorduara. Në përjashtim të një shoqate që kishte pasur qendrim neutral. Një shoqate, të gjithë. Pra, vazhdoj të them se kjo është mënyra më e mirë, anketat profesionale dhe ne nuk kemi dështuar asnjëherë kur jemi bazuar në sondazhe në anketat e ndryshme. Lëmë tani ku Kërçova ka nevojë për bashkim. Dhe t'u them të drejtën, 2 vite përpara, 1 vit e gjysmë, sa janë bërë nga zgjedhjet parlamentare. Fronti Evropian në Kërçovë i udhëhequr nga Bashkimi Demokratik për Integrim. I udhëhequr nga unë si shef shtabi, arriti të grumbullojnë 9.100 vota në zgjedhjet parlamentare. Ju lutem të dëgjoj çdo qytetar, qoftë brenda apo jashtë. 9.100 vota kundrejt vlenit, ku ishin të përfshira 4 apo 5 parti me gjithë bekim qokun, po 4 parti politike arrin të marrin 2.100 vota.